Qeveria ka miratuar një vendim që përmirëson trajtimin financiar të zjarrfiksëve duke garantuar një sistem kompensimi dhe mbështetjen për punën e tyre. Vendimi i miratuar gjatë mbledhjes së fundit paraqakton se zjarrfiksit do të marrin një shtesë mbi pagë prej 20% për çdo orë pune nga ora 19 deri në orën 22, 50% për çdo orë pune nga ora 22 deri në 6 të mëngjesit, si dhe 25% për punën e kryer në ditët e pushimit javor dhe festat zyrtare, kur kjo kryhet brenda orarit normal të punës. Por nëse një zjarrfiks punon përtej orarit normal, ai do të kompensohet me pushim. Për orët shtesë të kryera në një ditë të zakonshme pune, ai do të përfitojë pushim të barabartë me orët e punuara plus 25% të tyre. Ndërsa nëse orët shtesë kryen në ditë pushimi, festë zyrtare ose gjatë intervalit 22:06, kompensimi do të jetë me pushim të barabartë me orët e punuara plus 50%. Kështu, nëse një zjarrfikës punon 8 orë shtesë gjatë një feste zyrtare ose në turnin e natës, ai do të përfitojë 12 orë pushim. Ndërsa nëse punon 8 orë shtesë në një ditë të zakonshme pune, ai do të kompensohet me 10 orë pushim. Vendimi parashikon gjithashtu që kur një festë zyrtare përkon me ditën e pushimit të zjarrfiksit, ai do të ketë të drejtë të zgjedhë mes një dite pushimi shtesë ose pagesës për 8 orë pune. Në vendim përcaktohen dhe afatet e kompensimit. Shtesat mbi pagën do të paguen bashkë me pagën mujore brenda një muaji nga kryerja e shërbimit, ndërsa kompensimi me pushim për orët shtesë duhet të jepet brenda 2 muajve. Nëse kjo nuk është e mundur, zjarrfiksi do të kompensohet financiarisht me shtesë page, sipas përqindjeve të parashikuara në vendim. Po ashtu, vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton se zjarrfiksit nuk mund të punojnë më shumë se 200 orë në vit. Në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet se numri maksimal i orëve shtesë mund të tejkalohet vetëm në rastet e forcës madhore ose të menaxhimit të emergjencave civile në dobi të popullsisë. Sipas qeverisë, ndryshimet synojnë të rrisin motivimin e zjarrfiksëve, të garantojnë një trajtim financiar më të drejtë dhe të mbrojnë efektivet nga mbingarkesa në punë.